Në Shqipëri janë instaluar 7 pajisje DPI, Deep Packet Inspection, të afta për të analizuar dhe kontrolluar në detaje informacionet që qarkullojnë në internet. Këto pajisje, secila me një kosto mbi 100.000 euro, janë futur në Shqipëri për të bllokuar rrjetin social TikTok. Megjithatë, asnjë institucion shtetëror nuk figuron si blerës. Gazetari Sokol Bregu thotë se nuk ka nevojë për pajisje përgjuese, pasi në Shqipëri nuk ka më sekrete. Ai u ndal edhe te puna e SPAK-ut dhe thotë se kjo prokurori ka 2 gabime. Nuk kupton se çfarë është liria dhe çfarë është një shtet demokratik. Shqipëria nuk ka nevojë për sekrete, sekretet janë në shesh. Diçka në lidhje me çështjet intime, këto mund të jenë një formë shantazhi. Vetëm këto janë shantazh në Shqipëri. Në konceptin tim kjo mazhorancë nuk ka nevojë për mbledhje të dhënash. Ka patronazhistët, ka biznesin dhe krimin e organizuar që mandatin e fundit ta fitojnë ata. Edhe prokurorët duhet kuptojnë ç'është demokracia. Mbushet ja të burgun plot, demokracia fillon nga e drejta e votës. Unë jam anti TikTok për një arsye. Ka një algoritëm që të sjell vetëm pjesën e llumit. Nëse ka një njerëz që i duhet TikTok, ky mund të jetë Edi Rama. Sa më shumë degradim të ketë, nuk mendojnë njerëzit se çfarë është demokracia. Arrestove ti një kryetar bashkie, vjen një tjetër dhe do bëj të njëjtën gjë. Nuk më duhet fare. Vendos standardin e demokracisë. SPAK deri tani ka shifër. 2 gjëra ka bërë gabim. Nuk kuptojnë se çfarë është liria dhe çfarë është një shtet demokratik. 2 pjesët që i mungojnë Shqipërisë janë liria dhe demokracia, thot gazetari.